Teatri Migjeni u kthye në një mjedis festiv, jo për një shfaqje të zakonshme, por për të nderuar një prej figurave më të njohura të muzikës dhe skenës shkodrane, bateristin Fatmir Mesi, me daljen në pension. Familjar, miq, kolegë dhe ardashës festuan së bashku këtë ditë që shënon edhe fundin në një kapitull zyrtar, por jo të lidhjes së tij me artin. Sot kam emocione jashtëzakonisht të mëdha për arsye se po shoh gjithë miqtë e mi këtu, shokë që kanë punuar rreth 43 vite vetëm këtu. Dhe kam 51 vjet punë me gjithë që kam para se kam filluar në teatr, dhe unë kam një këtu jam rrit. Dhe kam punuar me shokë, me drejtuesat më të mirë të qytetit, edhe me muzikantët dhe këngëtarët më të mirë të Shqipërisë. Suksesi vjen jo vetëm, Allah ato që kanë kënë, që i jep, si thojnë, falënderimet më të mëdha njerëzve, kompozitorëve, njerëz që kanë pas punë lidhje me mua, me aftësitë e mia që më kanë kërkuar për punën. Unë për veti jam shumë i kënaqur me dalën në pension. Shumë i kënaqur me vetë. Nuk e di se duket veti përpiri, por në pension duhet dalë. Kolegët e vlerësuan Fatmirin jo vetëm si profesionist, por edhe si një mik të radhë. E na mbledh për me uru mjeshtrin kolegun ton për ditëlinjen, edhe në shenjë falënderimit për komplet kontributin më shumë se 30 vjeçar në teatrin ton. Njëtet tanë, vitet tana punët, vitet tana satisfakciones, nga koncertet ndryshme, nga aktivitetet ndryshme, si këtu mbrapa në teatr, ashtu dhe në qytetet Shqipërisë dhe jashtë shtetit me Fatmirin. Fatmiri është një personazh i artit në Shkodër. Fatmiri ngjeti plotësuar pasi pasionin e tij për muzikën dhe për baterinë ai tashmë e ka trashëguar tek djali i tij Jetmiri. Me thënë të drejtën, është një formim shumë i madh jam i prej tij, sepse unë jam rrit gjithmonë me regjistrimet e tija, me regjistrimet e vjetra të kohës, edhe normalisht ka një hap i nalt sa i përket ritmeve të baterisë në atë kohë. Të është një formim jashtë gjithmonë edhe është në mbështetja morale, si më thonë, që mësoje, duhet me shku sa më nalt, si gjithmonë një përkujdesje e prillit gjithmonë për fëmijët e vet. Me shkopit e tij në duar, Mesi ka shoqëruar breza të tërë këngëtarësh dhe aktorësh, duke u kthyer në një institucion në vete brenda institucionit.